Skemat mbështetëse të qeverisë për blegtorin po nxisin interesin e fermerëve në qarkun e Shkodrës për të zgjeruar fermat dhe për të rritur kapacitetet prodhuese. Sipas drejtuesve të këtij sektori në shkallë qarku, shumë blegtor po shohin mundësinë e shtimit të numrit të krerëve edhe të përmirësimit të racave. Gradualisht shoh se ka një tendencë për kalimin nga fermat e vogla me 1-2 krerë nxjell në ferma të mëdha. Janë kryer disa ferma model. Një pjesë e kontributit për shtimin e numrit të krerëve ose për rikthimin e numrit të krerëve pas një rrame të madhe që pat vitet e kaluara, është edhe fakti që edhe skemat mbështetëse në marrë nga qeveria e kanë krijuar domethënë hapësinën e dorë që fermerët të kenë interes. Në Bashkinë e Marësisë së Madhe, njohur për traditën e saj në mbashtimin e baktive, autoritetet bëjnë të ditur se administrata vendore po bashkëpunon me institucionet përgjegjëse për të orientuar fermerët në procesin e aplikimit dhe përfitimit nga skemat mbështetëse. Ka një shtrirje me zjarë blegtoria në të zona edhe besoj se duke patur parasysh edhe përfshirjen në subvencionimet e këtij vitit për 2 vitin, pra 2026, besoj se do të jetë një fushë më e zgjeruar dhe fermeri duhet ta gjejnë veten tek blegtoria. Ndërkohë blegtorë dhe specialistë të sektorit kërkojnë që mbështetja të jetë e vazhdueshme dhe të shoqërohet me politika që garantojnë treg të sigurt për produktet vendase për të garantuar zhvillim afatgjat dhe rritje të qëndrueshme të blegtorisë në qarkun e Shkodrës.